Deputetja e nismës social-demokrate Arbëresh Kresniqi është deklaruar në lidhje me takimin e organizuar nga presidenti Vjosa Osmani me liderët e partive politike për të diskutuar zgjidhjen e ngërçit politik, duke komentuar mungesën e ftesës për Fatmir Limajin, i cili është lideri i nismës me 3 deputet në Kuvendin e Kosovës. Kresniqi tha se kjo parti ka dhënë kontribut në të gjitha proceset dhe se presidentja duhet të japë një sqarim për përjashtimin e Limajit. Mendoj që presidentja duhet të luajë rolin e saj unifikues dhe mendoj që ajo duhet të japë një përgjigje pse nuk e ka ftuar zotin Limaj në takim, por megjithatë ne jemi deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe do të japim kontributin ton brenda Kuvendit. Nisma quhet për një kontribut konstruktiv në të gjitha proceset, tha deputetja. Sa i përket pjesëmarrjes së Ramush Haradinajt me të cilin nisma ishte në koalicion, ajo tha, zoti Haradinaj flet në emër të aleancës, ndërsa qendrimet e nismës i përfaqëson zoti Limaj. Jam skeptike për rezultatet e këtij takimi, por nëse zoti Limaj ftohet, ai do ta jap kontributin e tij. Kujtojmë se 3 ditë më parë vetë kreu i nismës social-demokrate Fatmir Limaj deklaroi se ai nuk kishte marrë ndonjë ftesë nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani për të ulur në tryezën e liderëve dhe për t'i dhënë zgjidhje ngërçit politik. Ai para mediave u shpreh se këto lëvizje duhet të ndodhin, pasi sipas tij duhet të gjendet një marrëveshje dhe kompromise që i shërbejnë shumicës. Ndërkohë Limaj konfirmoi se qendrimet e partisë që ai drejton nuk kanë ndryshuar sa i përket votimit të Albulena Axhiut për kryeparlamentare. Besoj që të gjithë po vim atje ku e kemi thënë para 3 muajsh, duhet të bisedohet në politik, duhen njerëz përgjegjës që drejtojnë parti politike ose institucione, të ulen të bisedojnë, bisedohet me ata që ka dallime ose mos pajtime, me tentu me gjetë marrëveshje ose kompromise që i shërbejnë shumicës. Mirë që po ndodhin këto lëvizje, ende nuk kemi marrë ftesë nga Osmani. Qëndrimi siç ka qenë deri më tani, shumica e prodhon zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe qeverisë, duhet të ndërtohen shumicat parlamentare dhe shumicë parlamentare identifikohet tani në përzgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, tha Limaj.